Mirë, fokusohemi tani, kam në studio, do të fokusohemi tek premtimet ekonomike elektorale të dy partive kryesore politike në programin e tyre ekonomik, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kam në studio kolegun dhe ekspertin ekonomist Fatos Çoçoli. Çoçoli, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Ertin, faleminderit ty për ftesë. Sot do të flasim për premtimet për arsimin dhe shëndetësinë që janë një fokus kryesor, le të themi apo premtime kryesore, apo pjesë kryesore të programit të dy partive të mëdha. Ti shohim së bashku çfarë ofrojnë ato në mënyrë më të thjeshtëzuar që ju i bëni nëpërmjet grafikave, e bëj më të lehtë kështu edhe për publikun që ky detaj pak në kuptoj, dashur Ertil, sa fonde ofron njëra parti që do të arrijë të grumbullojë dhe të shpenzojë për në këtë rast arsimin publik dhe sa fonde partia tjetër. Nëse më lejon, vetëm 10 sekonda dua të falenderoj se ke gjetur hapësirën e dur për këto premtime dhe për si thua kostot e tyre në mënyrë që qytetarët ta dinë sa më mirë. Dhe në fund të kësaj jave, që është dhe java, si thua përmbyllëse e fushatës, neve do të bëjmë edhe kostot përmbledhëse. Pra krahasimin e kostove përmbledhëse të gjithë premtimeve ekonomike të njërës parti dhe tjetës. Po t'i kthehemi pagës së mësuesve. Shikojmë që mesatarja e sotme me rritjet e 2-3 viteve të fundit të ndjeshme duhet themi, është 950 euro. Pra 950 euro një mësues sot merë në xhep. Po sa përqind e tyre marrin 950 euro? Se ne themi paga mesatare 950 euro, po sa përqind? Mesatarja çfarë tregon që ke mësues sipër kësaj page, ke edhe më poshtë kësaj page. Kështu që gjykoj se përqindja që lëvizin nga 900 deri në 1000 euro është diku aty ke 60-65% e mësuesve tanë. Mos harrojmë kemi 36.000 mësues të arsimit të fillor dhe të mesëm. Pra, paga sot është 950 euro. Sot është 950 euro si mesatare. PD-ja premton për 4 vjet. Ka një program shumë ambicios, thot unë do ta çoj 1.500 euro. Pra, në brenda 4 viteve të qeverisë sime, unë do të qoj pagën mesatare, flasim gjithë një, për mësuesit tanë në shkollat publike, në arsimin fillor dhe të mesëm publik, do tjetë 1.500 euro. Ndërko, paga mesatare e Partisë Socialiste, edhe me një vit më shumë, si që kemi patur gjithë një rastin ta theksojmë, pra deri në vitin 2030, është 1.250 euro. Pra, në rast se edhe regjia në ndihmon me grafikun e dytë, kemi një rritje si mesatare të tyre, është më ambicioze në para të dhëna dhe në premtim Partia Demokratike, mos harrojmë ja ku i kemi 58% për 4 vitet e ardhshme, 35% Partia Socialiste. Po pse 35%? PS-ja? Sepse sot që flasim e kemi 950 euro. Partia Socialiste thotë që në fund të mandatit, madje edhe një vit plus, që është viti 2030, dashur Ertin, unë do ta çoj 35% më shumë. Pse e thotë këtë? Sepse shikon mundësitë e buxhetit dhe nuk ka mundësi që ta çoj akoma dhe më tepër. E ka rritur, për të thënë të vërtetën, neve e kemi patur pagën mesatare të mësuesve përpara kësaj rritje së 2-3 viteve të fundit. Po prapë kemi më të ulët në rajon, çfarë? As që diskutohet. Se po lexojnë raport. Edhe me pensionet. Ne pagën mesatare sipas Instatit, për shembull, në Shqipëri, paga mesatare mujore bruto për vitin 2024, sipas Instatit arriti në 77.500 lekë, që do të thotë 770.000 lekë apo euro të quajmë. Maqedonia e Veriut e ka 1.020 euro, Malizi e ka 1.083 euro, Bosnia Hercegovina e ka 1.090 euro dhe Serbia ka më shumë 1.155 euro. Më të ullit në rajon e kemi në nivel të gjithë vendit. Pse? Na ulin shumë çfarë? Paga në bujqësi, dashur Ertin. Na ulin shumë çfarë? Paga në ndërtim. Ka dhe një problem. Ama, më fal. 950 euro të mësuesve, e kemi më të lartë se Kosovën, e kemi diku aty 1.000 euro e ka Mali i Zi, 1.200 euro e ka Mali i Zi dhe 1.000 euro e ka Maqedonia e Veriut. Kështu që po i afrohemi gradualisht. Po të mos harrojmë nga çfarë baze jemi nisur. Pra jemi nisur diku aty ke 650 euro për të shkuar ke 950 euro. Megjithatë duhet theksuar. Praktikisht PD-ja premton një rritje shumë të fortë, 58%. Të shikojmë, urojmë të gjithë të realizojnë në rast se e merr pushtetin, por neve jemi këtu për të matur se sa premton njëra parti dhe sa premton partia tjetër. Kështu që 1.250 e ka, si thua, targetin Partia Socialiste pas 5 vitesh, gjatë tyre 5 viteve. Se fut vitin e parë 2030. Fut edhe 2030-ën, e kemi diskutuar disa herë, kështu i llogarit, si thua, ato shifrat e angazhimeve të saj, premtimeve të saj. Partia Demokratike premton akoma dhe më shumë në arsim. Çfarë premton? Për shembull në arsimin e lartë, thotë unë do ta heq mesataren. Mbarove me 5 shkollën e mesme, të pret universitetit. Kjo është temë tjetër pastaj. Këto janë, si thua, neve kemi thënë vetëm shifrat.
në mënyrë që qytetarit ta kuptojnë. Por ama ka shumë premtime brenda. Çfarë të premton PS-ja për shembull? Premton ushqimin, premton që koha që do të qëndroj nxënësi në shkollë, qoftë fillore, qoftë të mesme, shkollat publike flasim gjithë, të jetë deri ora 5-6 A ka në programin e këtyre partive përpos këtyre premtimeve me shifra, me rroga kaq larta, sepse vërtet ti mund të premtosh një rrogë 1500 euro, po nëse konsumi, pra çmimet, vijojnë tjenë stratosferë, se ne duhet ta pranojmë, i kemi më të lartë se Maqedonia, më të lartë se Kosova. Sa do t'i mbrosh ti, mësuesit tanë me këtë pak? Se ti mund të japësh atë, po si ngelet prapë. Se nëse 1 kilogram djathë e blejnë 20.000 lekë. Ke shumë të drejtë, pra, e kthyer në vlerë tregu. Ktu thot njëri gjë për çmimet. Po, vlera e 1 euro e kthyer në para që ti mund të blesh është shumë më e ulët se sa në edhe zonat tjera të rajonit. Prandaj duhet shumë fort goditur çfarë? Të rritet ndjeshëm, të vazhdoj të rritet niveli i pagës. Këto janë dy premtimet, ne kemi përmendur disa herë, sepse kostimin e ka bërë vetëm një qendër, që është qendër profesionale, unë dua ta përmend nëse më lejon dhe ti, Altax quhet. Ata kanë bërë kostimin. Po. Dhe këto shifra praktikisht përveç deklarimeve i kemi marrë atje. Dhe kur ata rendisin cilat janë më të realizueshme, pak ky premtimi i rreth 60% si thua para më shumë për arsimtarët tam 4 vjet u duket pak si thua shumë i guximshëm. Në këtë kuptim le të shikojmë. Po është 635 praktikisht i bie keq dy vishin e rritjes. Kështu që këto janë deri tani konsideratat që mund të themi ne për angazhimet. Pastaj kemi dhe angazhime tjera sa duash. 200 shkolla të reja për PS-ja, nga ana tjetër PD-ja premton që nivelin e mësimdhënies, dhe aty e ka shumë mirë që kërkon të rrisit cilësinë e mësimdhënies, ta rrisin për të kapur mesataren e rajonit, janë misione shumë të vështira për të arritur, le të ta shikojmë. PS-ja deri tani në këto 3 mandate që po përfundon, ky i treti ka arritur 450 shkolla, ose ti rindërtoj, ose ti bëj të reja. Shikojmë se çfarë do të ndodhi në 11 maj me këto premtime. Këtu ishim për arsimin. Po, kemi një tabel, i kërkojmë ndjes qytetarëve që nuk bëm më shumë, por është sepse premtimet për shëndetësinë, tani po kalojmë këtë tema tjetër, me lejen tënde, pra shëndetësia jeta jonë në nivel të shërbesave publike, në nivel të çfarë premtojnë të dy partitë për shëndetësinë. Nëse na leron regjia, ta shikojmë sërish të shikojmë partinë që e ka për detyrë, dashur Ertil, të premtojë më shumë. Është në opozit, ka 12 vjet praktikisht po i mbushen në opozit. Duhet të premtojë më shumë. Dhe çfarë ka premtuar? Një premtim spektakolar. Për shëndetësinë. Ta shikojmë mendimin e regjisë, megjithatë edhe pa ardhur ai grafik, neve mund ta interpretojmë dy fishon. Ajo kemi. Jo, prit. Faleminderit regjisë. Sa e kemi sot? Sa e kemi sot? E kemi kaluar në miliardit, na kuptoj qytetar. 760 milionë euro kemi buxhetin e sotëm për shëndetësinë. Kaq. Lajtaj kaq e ke. Çfarë të premton PD-ja? Rreth 1.52 miliard euro, 2 fishim brenda 4 viteve. A duhet bërë? Sigurisht. Është e domosdoshme, ne e dim të gjithë ku jemi me standardet e shëndetësisë. Janë përmirësuar ndjeshëm, por nuk jemi gjë kundi me respektin për jetën e qytetarit tonë në nivel të shërbesave publike shëndetësore. Prandaj është shumë mirë që e ka premtuar kaq fort, a realizohet? Aty është një pikpyetje e madhe. Çfarë bën PS-ja në lidhje me premtimet? Dhe ajo nuk është larg, mund ta shikojë qytetari edhe në nivel të si thua që na e kanë dhënë dhe me ngjyra, dhe faleminderit regjisë, duket qartë, nuk është se shumë larg premtimit bombë, 2 fishim. 2 fishim brenda 4 viteve është vështirë në kufit të mundurës për një buxhet shtetëror. Megjithatë, edhe PS-ja thot 1.35 miliard euro. Çfarë përfshin brenda? Edhe mbështetjen sociale. Tani që flasim, sipas PS-s, po realisht janë, si thua, para që kanë dalë dhe kemi parë edhe buxhetin në nivel të tabelave të realizueshmërisë së tij për vitin e kaluar, i dashur Ertil, 260 milionë euro është vetëm mbështetje sociale. Pra, para për shëndetësi falë do kemi. Jo. E është e pamundur të mbahet që për gjithçka ti do të kesh shëndetësi publike, çdo shërbim publik pa para. Do jesh i siguruar dhe në bazë të siguracionit shëndetësor ti do mundesh të marrësh disa shërbime që nuk arrin dot ti kesh pa para. Ilaçe a do kemi? Atëre, ilaçet të dyja prapë shkojnë te privati. Janë shumë dakord. Të dyja partitë premtojnë shumë fort. PD-ja premton gjithnjë më fort dhe ka drejtë. E ka në moralin e saj, është në opozit. Jo, t'i japim si thua atë që i takon. Premtime mund të bëj edhe unë edhe ju çoçol. Puna është realizueshmëria, sa të realizueshme që ne aty na ndizën që vlla bushka e kuqe. Po flasim tani
Aty në vizet cikla mbushka e kuqe. Por PD-ja ka mirë në diçka, të flasim me shumë sinqeriteti, dashur Ertil. Thot, unë i laçe më të marr nga India, nga një vend tjetër që nuk është i akredituar me standardet e Bashkimit Evropian, po e vendet Bashkimit Evropian nuk duhet të bëjmë dhe mirë e ka. Edhe nga India vini ilaçet. Pse? Vinë nga India, e kanë qendrën e shpërndarjes në Beograd për shembull, dhe pastaj i merr me një çmim, ndoshta edhe 2 herë më pak, por ama cilësia, të lutem shumë, tu ka shumë për të diskutuar. Prandaj, është shumë mirë që edhe Partia Socialiste e ka kërkuar këtë, pra ka kërkuar edhe në programin e saj që niveli i cilësisë së ilaçeve, sidomos ti e di për onkologjikun, sepse si thua kali i betejës në shëndetësim tonë publike për PD-n është onkologjikut dhe me shumë të drejtë. Mënyra se si deri tani pacientët e sëmundjes pashurueshme të shekullit apo 1000 vjeçarit, ta quajmë si duash, janë trajtuar, nuk ka qenë ajo e dura. Shumë gelet për të bërë. Dhe PD-ja çfarë thotë? Thotë që unë, për sa i përket, si thua, trajtimit të këtyre qytetarëve, duhet ta siguroj që të mos ketë asnjë pagesë. Të njëjtën gjë bën dhe PS-ja ka bërë diçka tjetër, pse? Onkologjikun tani e kanë lënë në duart e një spitali, qendre spitalore izraelite, që është e famshme në botë, Sheba. Kështu që të dyja partitë janë aty me premtimet në nivel të shëndetësisë. Për realizueshmërinë pastaj qytetarit gelet ta besoj, njëra parti thot 2 fishin, partia tjetër thot diku aty ke 70-80%, s'po e nxjerrim me përqindje që mos e ngatrojmë qytetarin. Kështu që qytetari do vendosis cila është më e realizueshme. Seti i premtimeve të Partisë Demokratike ka shumë për shëndetësinë, shumë mirë bën që premton, dhe seti i premtimeve të Partisë Socialiste. Kemi dhe grafikun tjetër, no? Jo, këtu jemi sepse e tham në nivel të përqindjes, por shikojmë që PD-ja ka 2 fishim. Është diçka interesante nëse më lejon i dashur Ertil, 2 fishim premtojnë të dyja në 2 sektorët. PD-ja premton 2 fishim buxheti në shëndetësi. Shikojmë, po ta marri pushtetin se sa do realizoj, se tjeti sa e vështirë. Tashti, 760 milion euro janë tani në vitë, që shpenzojnë për shëndetësinë. Ti ta qosh me njerë në 1.52 miliard euro, kështu që shpresojmë për 4 po ta marri për po. Sa e s'bët për 100 ditë. Ama duhet të premtosh për qytetarëve edhe se si do ta kesh atë trendin, që do të dyfishosh pa pak në tuaj, në vitin e parë do ta arris me 30%, në vitin e dytë në mënyrë kumulative me 50 apo 42%, edhe për të dhënë atë rashin final në vitin e 4. Me ty jam që ende është një objektiv i shtrirë në kohë, por që nuk është si minimumi etik që ne kemi diskutuar disa herë së bashku. Megjithatë, është pak më e vështirë në nivel se kërkohen më shumë para. Dhe ku do t'i gjesh gjithë ato para? Se s'ke vetëm shëndetësinë, s'ke vetëm arsimin. Ti e di se sa situash gjëra të tjera kanë. Te këto premtimet kanë për shembull një shumë caktuar investime për pajisje në për spitale, për pajisjet mjekësore. Të dyja partitë e kanë të detajuara dhe shumë mirë kanë bërë, janë programe serioze. Edhe për ndërtimin e spitaleve të reja, pse jo? PS-ja thot jep shifra në fakt për spitalet, thot që do të rikonstruktoj kaq spitale, do të ndërtoj Y spitale të reja. PD-ja është treguar pak më e rezervuar në nivel të shifrave për këtë, por ama ka bërë premtimin solemn. Unë të dyfishoj parat për shëndetin publik. Se si do të realizoj, sa do të realizoj, po e mori pushtetin, këtë ne nuk e dim si qytetar. Ne dim që kaq janë premtimet sot. PD-ja nuk e ka premtuar, dhe për mendimin tim ka qenë dhe një gabim i Partisë Socialiste, sepse është e pamundur. Nuk ka vend në botë, edhe më i zhvilluar, që gjithçka, çdo shërbim mjekësor ta japë falas. Sociali, të premten tani do takojmë prapë që është e fundit është finalja dhe kemi kosto 1 nga 1. Mund të jetë pak tabela të rënduara, do i kërkojmë 10 qytetarëve, ama do kemi kaq miliard me 10 të ndara me zëra, po. Njëra parti kaq miliard tjetra besoj cilës të duash ti. Faleminderit. Ishte kënaqësi ishim me kolegun Fato Sociali. Kemi mbritur në fund, ju mos u largoni.